kryeministri Rama është në studion e Menderish, do me thënë po vjen. Me listë të lutem futen. Nuk ka ardhur do me thënë po më thuan. Nëse mbushja gotë në ujë se do shta dhe vjen, dalet. Tash na ç'po bëj? Na falni, jo, po ju duhet të rrini që të jeni në prani të greatness, ç'është ajo. Të kryeministit më të mirë që ka patur Shqipëria ndonjëherë. Je i sigurt që ai jam bandë përballet me ajo sot. Nëse se ka shumë trafik surrel thot ky, plus janë pa ngren. Nëse varet atëherë, Mario do bësh ti sigurisht Rama dhe unë do t'i bëj këto pyetjet. Më ndihmoj çik. Jam sy e vesh. Okej, i sillni një gotë Electromagic. Mario ke gotën Electromagic, mund të marrësh edhe gjëra shumë të mira Hagen të Electromagic, janë fantastike. Intervista ekskluzive me kryeministrin e Shqipërisë zoti Rama. Zoti Rama, zoti kryeministër, ty thras Rama apo kryeministër? Rama. O, një sekondë që ky është Rama. Po Rama. Pum. Jeri në motë. Shkop, mund ta pas intervistën, tani është në besën time dhe tani. Okej. Është në 2 besa. Më falni se. 3 bashkë me besa Kokdhivën. Edvin. Se si më duket shumë, jo, zoti kryeministër. Vendi po zjen. A jeni i shqetësuar? As pak, ka ardhur koha të hedh karrota, erza dhe ta trazoj. Si një supë nga që po zjen. Po, një supë e madhe. Më pëlqen. Që ta fikë. Ju vjen dorë është për të gatuar zoti kryeministër. Po, me çka më gatuar të 13 vite. Po e të bëj tira më ka. Jo, zoti kryeministër, jo, kujdes se keni edhe mikrofonin tani. I dashur Edvin. Nëse kaq njerëz duan që ti ikësh, pse nuk po ik? Po s'kush më ikë to. Na të rridhe ca. S'janë me aftushëm. Kjo ishte ar. Kjo ishte real kjo. A do ta pranosh edhe ti gabon ndonjëherë zoti kryeministër? Jo, okay. Jam perfekt. Zoti Rama, çfarë mendon që protestuesit po keq kuptojnë më shumë për karakterin tënd? Unë jam natyrë false, është e drejta. Po, dhe unë jam në shumë aspekte jam pro tyre. Po di si është puna? Po zoti kryeministër. S'po flasim akoma për protestën, disa ditë bukur është sot jashtë. Të enjte. Dajmë jashtë, një ditë e mrekullueshme. Betesa protestë. E kuptoj. Çfarë e le pa gjumë natën kryeministrin e Shqipërisë? Mielli bardh. Po pse Dhe hallet e popullit. Se bën buk natën? Po pra, keni filluar kështu me këta që është ky brumi i ardhur, janë ca njerëz që kanë pasion për shembull. Po, dhe unë vdes për integrale. A zgjohesh nga gjumi e thua, çeç mori për mut kjo punë. Jo, unë çojmë dhe bëj mutin njerë, pastaj them, po, populli. Imagjino të bëje mutin dhe pastaj të çoheshe. Kjo do ishte hale. Ishte ideale. Do ishte hale. Bëj kakën, pastaj nese. Në rregull. Lart emision. Nëse do ndroje jetët. Do ndroje jetën me asnjë. Me një shqiptar tjetër. Ta zemje, kush do ishte? Me kë do ta ndroje jetën? Të shkëmbeshe. Unë para 5 vitesh. Me bluza Juventus. Asnjë tjetër që s'është unë. Mirë, atëherë që të mos të lodh shumë kryeministër se ti ke halle edhe gjëra. Kush është mesazhi që jep popullit tënd sot? Te cila kamerë duhet shikoj kryeministri Rama? Te kjo. Mesazhi që jep popullit tënd sot. Ikim në shtëpi. I përzure. Po, ikim tash. Hajde tash. Mirë, faleminderit shumë. Ishim flak fare me zotin Rama. Tani do kalojmë në ca lajme pothuajse aq të rëndësishme, kështu si Friendly Fire. Lëshoja. T'ja plasim për Friendly Fire.